episod u mundësua pjesërisht nga Krenar Shehu. Besojani inspektimin e shtëpisë njeriu tuaj. Mirëdita të nderuar teleshikues të pasqyrës shqiptare. Sot në rubrikën Shqiptari i Kanadas do t'ju sjellim një figurë shumë të njohur dhe simpatike këtu në komunitet. Fjala është për Aldo Gjancin, organizator festash, një dëshmitar dhe protagonist i shumë ngjarjeve artistike dhe argëtuese në komunitet, një njeri drejt për drejt që me stilin e tij komunikues krijon shpesh edhe situata humorit të këndshëm. Do të shihemi më njëherë pas bllokut të parë publicitar. Të dashur bashkëdhëtar, që nga fillimi i këtij viti për t'ju shërbyer më mirë, kemi marrë një zyrë të re. Megjithatë, përkushtimi dhe profesionalizmi ynë mbeten po ato. Për bileta avioni dhe paketa pushimesh, Sunny Shores Travel ju mirëpret në çdo kohë. Beqiri Professional, një kompani eksperte në çështje taksash. Për bizneset dhe individ, ne ofrojmë shërbim gjatë gjithë vitit, si dhe këshillim në rast auditimi. Përvojat dhe kualifikimet tona kanadeze janë garanci që të kurseni para. Është koha e profesionistëve, ylli Beqiri. Doni të dini se çfarë ushqime shani dhe sa të freskëta janë ato? Ejani te Mrakovic Meat and Deli. Çdo gjë përgatitet nga fillimi: byrek, ushqime të ngrohta, kebab, mishin gjifurës, mish i thatit të mosur, ëmbëlsira e të tjerë. Traditë bosnjake, mikpritje vllazërore. Aldo, mirë se erdhe në minutat e pasqyrës shqiptare. Faleminderit për mikpritjen. Le të njohim pak teleshikuesit, Aldo, me fillimin e kësaj pune. Kur nise ti të merresh me organizime mbrëmjesh? Në ç'vit vit ka qenë? Mendoj se ka qenë në viti 2003, kur fillova për herë të parë. Ishte në fakt ishte ideja e një vajzë kolegës tonë që punonte bashkë me mua dhe njëkohësisht punonte edhe në Portobello, Loli Luga. Ajo më prezantoi me Lan Gunin, që ishte një shef në Portobello, dhe unë në atë kohë punoja si banquet manager në një Jewish banquet hall. Dhe ajo tha që ju të dyta mund të bashkëpunoni dhe mund të krijoni një parti shumë të bukur, ose e konsiderova atë si ofertë dhe u takuam, bëm partin e parë që ishte me 28 nëntor të 2003-shit, bashkë me Lanin, dhe nga 350 veta që pretendonim ne që do vinin, aty erdhën 450, doli një nga partet më të bukura që kam organizuar ndonjëherë dhe ishte shumë entuziaste. Shumë entuziaste. Kishit ftuar ndonjë këngëtar nga Shqipëria apo nga Amerika? Kishim një DJ italian për momentin, edhe këta të këtushmit më duket se ka qenë Alketi me Railin, me një organist tjetër. Po, shumë simbolike si muzika live, ishte më shumë DJ dhe një organizim. Sa vjeç ke qenë atëherë, Aldo, kur ke organizuar mbrëmjen e parë? Besoj se dukem qenë ke 31-shi. Si të duket kur kthen kokën mbrapa, ke bërë mirë që i ke hyrë këtij biznesi? Me gjithë të mirat dhe të këqijat e veta? Unë jam i kënaqur që e kam dhe si pasion, dhe si punë, dhe si pasion, edhe si biznes, dhe jam i kënaqur që kam mundësi të jap diçka mbrapa për komunitetin tim, për popullin tim, për njerëzit e mi. Zakonisht mundohem që të organizoj sa më mirë që të ngelin të gjithë kënaqur dhe njerëzit të vinë prapë. Ke bërë në një vit pushim apo gjatë gjithë kësaj kohe pa ndërprerje ke qenë aktiv? Unë zakonisht organizoj 2 deri në 3 në vit, ka pasur vite që kam organizuar vetëm 1, ka pasur vite që kam organizuar 3, 4 në vit, por asnjëherë s'kam bërë pushim. Mbrëmja më e bukur që mban mend, kush ka qenë? Domethënë përveç kësaj të parës, flas më vonë kur u rritën edhe kërkesat nga shqiptarët këtu në Toronto për të patur edhe këngëtar që këndojnë live. Mbrëmja më e bukur mbaj mend që më ka pëlqyer mua, mbas njerëzve nuk i ka pëlqyer, ishte kur erdhi Gjini Portokallis bashkë me Gjensilën. Ishte diçka ndryshe, doli diçka më e bukur, pjesëmarrja ishte më e madhe e njerëzve. Po unë pak a shumë për çdo vitri kam pothuajse të njëjtën pjesëmarrje, kam pothuajse shumica e klientelës është e njëjtë. Aldo, sado punë e bukur që është, ka edhe kokçaret e veta.
aq më tepër kur ke të bësh me njerëz, ke të bësh edhe me alkoolin, domethënë si ke gjetur ti baraspeshën në këtë punë. Për sa i përket organizimeve dhe dealing me alkoolin, me pijet, është një miks i vështirë i shqiptarëve me alkoolin. Dy shok të këqij. Janë dy shok shumë të këqij dhe Po jo vetëm shqiptarët, kushdo që ngatarohet me alkoolin do e mosje. Pak a shumë, po ne kemi çik më të theksuar. Unë kam mbaruar këtu kurset e bartenderit, kam mbaruar food and beverage management, kam punuar pothuajse gjithë jetën time në restorant dhe banquet business, kështu që kam një eksperiencë madhe në organizimin e këtyre parteve dhe mundohem të zbatoj rregullat ashtu siç ne kam mësuar nëpër shkollat, të përmbahem ligjit. Të zbatosh ligjin. Të zbatoj ligjin, të zbatoj rregulloren se si shërbehet pa kryer shortcuts ose kështu shkurtime. Po, e qartë, domethënë pa hile. Pa hile. Aldo, përveç marrëdhënieve me publikun, ky biznes ka edhe një komponent shumë të veçantë, marrëdhëniet me artistët, dhe sidomos me ata që vinë nga Shqipëria. Si ke ndërtuar këto marrëdhënie edhe cilat mund të kenë qenë sfidat me cilat je përballur gjatë këtyre viteve? Se nuk është e lehtë, besoj, të japësh të marrësh edhe me artistët. Aq më tepër me artistë që vinë nga Shqipëria, kanë pretendime të mëdha financiare, si e ke gjetur gjuhën me ta? Zakonisht jam munduar të kontaktoj nëpërmjet Facebookut ose directly për të eliminuar atë personin ndërmjetës që zakonisht është. Kam pasur marrëdhënie të mira me pothuajse të gjithë ata që kanë ardhur. Normal që i kam paguar sipas kërkesës tyre, po edhe sipas performancës, mënyrës se si kanë performuar. Pothuajse kam qenë i kënaqur me të gjithë dhe të gjithë ata që kanë marrë pjesë ke partet e mia, besoj se duhet të kenë ngelur të kënaqur nga pagesa, publiku i ka pritur shumë mirë. Ne këtu në Toronto mundohemi të kemi një paraqitje sa më të mirë edhe kur ti presim mirë të gjithë artistat që vinë nga Shqipëria. Ti arritur të krijosh miqësi me këta njerëz? Po, pothuajse tash kam miqësi me disa nga artistat shqiptar. Cilin do të veçoj ose cilën? Nuk mund të veçoj. Frikë se mos i ngel hatrin ndonjëherë. Është vërtet. Dhe ka shumë thashë theme si thonë, edhe ka shumë ashtu dhe kush mund të jetë më i preferuar dhe nuk dua të hyn ato lloj bizetimesh dhe ato lloj headings. Po preferuar kanë qenë këta të fundit. Gena u paraqit shumë mirë, Ylli Baka është paraqitur shumë mirë, Valbona Mema gjithashtu, Ervin Bushati është shumë i mirë. Këta kanë qenë kryesisht shumë mirë. Këtyre viteve të fundit. Të viteve të fundit. Edhe Aurela Gaçën, më mend se e kam filmuar, mos gaboj. Aurela Gaçë ishte shumë e mirë, pothuajse e mbajti vet gjithë peshën e partit kur erdhi. Ajo ishte hera e parë që ajo erdhi në Toronto dhe u thrit nga unë, si thon, për të krijuar për të bërë një partin e parë, pastaj ajo erdhi bëri edhe 2-3 parti të tjera dhe ishte akoma më tepër e suksesshme. Po Aurela ishte shumë e mirë, shumë profesioniste. Edhe Merita Alili, që është shumë e mirë, shumë profesioniste. Janë dhe skenike, janë dhe zbavitse. Shumica unë mundohem të zgjedh profesionista, njerëz jo amator, sepse publiku këtu ka arritur te kërkesat, duan njerëz më me nivel dhe normal që ne paguajmë çik më mirë, besoj se vendet e tjera ku ka shqiptar, qoftë Italia, qoftë Anglia, dhe pak a shumë ne jemi si në competition. Dhe shumica në rasteve këta këngëtarët më kontaktojnë se sa unë i kontaktoj ata. Shoqata shqiptaro-kanadeze e qytetit të Hamiltonit jufton në piknikun e përvitshëm veror ditën e diel më 8 korrik 2017 në Bled Hall Slovenian Social Club në qytetin e Beamsville-it, që ndodhet mes Hamiltonit dhe St. Catharines. Hyrja kushton vetëm $5 dhe si zakonisht do të ketë ushqim tradicional, lojra sportive për djem, vajza dhe fëmijë, arktim për më të vegjëlit, këngë dhe valle shqiptare, si dhe një turne futbolli me trofeun për katës. Mos mungoni, vetëm një herë në vit, në Bled Hall në Beamsville.
Envy Entertainment ju fton përsëri në anijen Iliria, ku më 22 korrik do të mbahet një Albanian Boat Party. Muzikë shqiptare dhe ndërkombëtare nga 2 DJ-t, Endi Ali Mehmeti dhe Visari. Atmosferë festive, pamje të mrekullueshme të Torontos me mundësi për foto. Bari do t'jetë kesh, po ashtu dhe pica në shitje. Vizitoni aniailiria.com për bileta dhe informacione të mëtejshme. Aldo, pse paraqitesh në për reklama dhe në përgjithësi në publik vetëm me emër pa mbi emër? Për arsye sepse emri im është shumë i shkurtër, shumë thjesht, edhe gati si emër artistik, mund të thoshe? Si emër artistik. Edhe është disi veçante që kur shkruar biznesi është shkruar gjithmonë vetëm me këtë emër dhe nuk kam qejf të emrat e mëdhenj që unë përfaqësoj në një komunitet ose përfaqësoj në një lob të caktuar, thjesht organizoj parti dhe mundohem të kënaq njerëzit dhe vetën time, dhe gjithë ata përkrasët e mi që po për mbi emrin Gjançi çfarë do thuash? Nga është ky mbi emër, nga vjen? Mbi emrin Gjançi është nga Korça. Është babai im është korçar. Ishte ka 2 vjet që është larguar nga jeta. E doja shumë dhe unë kam mbi emrin e babait, është ku je lindur dhe rritur ti, Aldo? Unë jam lindur dhe rritur në Fushkryj. Ç'ne në Fushkryj, pse? Nuk mund të them si persekutuar, por në një farë mënyrë si i larguar nga sistemi. Për babai ka qenë oficer në fillim fare dhe pastaj mbas martesës që bëri me me maman time, mama ime rrjedhte një nga familje të tiranëse shumë të njohura, nga familja Stramasi, por gjithashtu gjyshja ime ishte motra e Qazimulletit, ish prefekti i Tiranës dhe pra daja mamas, dhe duke pasur një lloj biografie të tillë, një lloj historie të tillë, pak a shumë familje, babai im u largua me maman në Fushkryj me mendimin që do mundohesh të largohesh e persekutimit, po atje ata persekutimi vazhdoi, babain tim e larguan zhveshën nga oficeralliku dhe ai punoi në fabrikë çimentos për 10 vjet të fundit. U mundua me mish me shpirt të rriste mua dhe 2 motrat e mia që jetonin në Fushkryj natë. Ti qenë atë kohë një adoleshent, mos ka bëj. Unë jam larguar nga Shqipëria në moshën 22 vjeçare, kam jetuar një 4-5 vjet në Greqi dhe pastaj kam ardhur në Toronto. Më trego pak për familjen e re që ke krijuar për bashkëshorten. Është si ka emrin? Do ta sqarojmë pak për televizikuesit pastaj. Bashkëshortja ime e re është çike vështirë për ta thënë për shqiptarat, quhet Hyuna Kim. Është nga Korea e Jugut. Un kam dhe një djalë, Chris Gjançi. Është ti uroj. Ai është për atë që unë mendoj që do mundohet ta vazhdoj stafetën. Është sa vjeçësh? Është 4 vjeç. Besoj se duhet jetë i pari shqiptaro-korano-jugor. Përpara se të ka përcjellë djali, ti vetë si e thret shkurt me dashuri gruan? Ke në një kështu emër të shkurtër? Joy. Më trego pak për Joy, si u njofte me Joy? Kishte ardhur për të mësuar anglishten për të praktikuar. Ishte student e gjuhës. Ishte student e gjuhës. Unë isha këtu, vazhdoja me këta punët e mia, punoja si banquet manager në për restorante, banquet hall të ndryshme dhe unë njoftëm në bibliotekë, në bibliotekën qendrore, pak a shumë. Më pastaj të përfituroj data Aldo, më fale, po duke lexuar libër në bibliotekë, ç'neti në bibliotekë? No, ajo ishte si një lojë që pretendonim ne që ne bënim si çuna të mirë, si çuna të edukuar, sepse po ja pas ke ditë rolin librit se përdesa e ke përdorur si armë gjuhëtie? Po, besoj. Edhe funksionoi. Funksionoi shumë, doon ka funksionuar për atë periudhë kohë edhe u njoftet edhe të u njoftëm dhe unë dohen kisha shumë preshë nga familja për të martuar me shqiptare, po unë nuk para
kisha edhe shumë kohë i larguar nga Shqipëria dhe nuk u bashngjit asaj traditës që të veja në Shqipëri dhe të martoja një nga ata besëritë e zakonshme që kemi në shqiptarët dhe vendosa që të bëj një hap të thjeshtë. Këtë që dua, këtë do marr, këtë do bëj. Çfarë cilësish ka yt shoqe më të mirat? Këta si don Koreanë jugorët ose aziatikët pak a shumë janë shumë të sjellshëm, shumë të respektueshëm në publik. Jo në shtëpi kanë vazhdojnë ata debatet e zakonshme ka çdo familje, po janë të respektuar në jetën e përditshme, në marrëdhënie me publikun, me njerëzit e tu mundohen të respektojnë sa më shumë njerëzit e huaj ose njerëzit e afërt të familjes. Ti ke rreth shqiptar këtu miq, shokësh, ndoshta edhe rreth familjar, pse jo? Un kam maman e cila ikën edhe vjen. Ka jetuar për 14-15 vjet këtu bashkë me babain tim dhe që në kohën që babai u largua nga kjo jetë, ajo ka vajtur, ka ardhur shumicën e kohëve. Domethënë nuk ka qëndruar gjithë periodin. Si e priti lajmin e martesës ose të fejesës me një koreane jugore, mamaja? Si të flas me fjalët e mamas, ku e gjete? S'kishte tjetër. Jo shumë. Kam përshtypjen se është dorëzuar në fund fare. Është dorëzuar dhe gjithmonë maman e kam shumë pikë dhe njeriu që dua më tepër në jetë është mamaja. Domethënë për sa kohë që un jam i gëzuar, jam i lumtur, ajo pranon gjithçka dhe është ajo e gëzuar, është ajo e kënaqur që un kam gjetur një shok në jetës dhe kam krijuar një familje. Po gjoj të përkrah, hapur ose edhe në mënyrë indirekte në këto nisma që ti ndërmerr për të organizuar mbrëmje, është kështu në mbështetëse, mos them pjesëmarrëse. Në fillim fare po. Tash i kohët e fundit ka filluar të më njanohet sepse pothuajse janë bëjnë të njëjtat gjëra, bëjnë të njëjtat, ajo pak a shumë. Ka pas kurreshti në fillim tani? Në fillim fare kishte shumë kurreshte, kishte shumë kënaqësi bile që merrte në për këtë parti. Dhe vazhdon merr pjesë në për parti, po është me fëmijën e vogël edhe. Zakonisht është shkputur pak a shumë nga ata. Aldo, më mendja që biznesi i organizimeve të festave shqiptare nuk është puna jote kryesore, apo jo? Unë di diçka që ti je regjistruar para disa vitesh si agent shitblerje pronash. Po. Si shkon ky aspekt i jetës tënde profesionale? Po, kam 10 vjet që punoj si real estate broker. Punoj për Home Life Vision, është një si brokerage. Edhe unë vetë punoj për arsye sepse jam broker, punoj independently. Edhe duke pasur kaq shumë njohje me partit që organizoj me këta, më ka ndihmuar edhe ky biznesi i shitblerjes. Dhe mundohem me mishë me shpirt që të ndihmoj dhe të kem sukses. Falenderoj shumë për kohën, Aldo. Ishte kënaqësi që erdhe sot. Faleminderit zoti Iliri. Shpresoj të takojmë prapë. Patjetër. Për taksa personale dhe korporate, përfaqësim të autoritetet e taksave, mbartje llogarish biznesi, pagesat e punëtorëve dhe konsultime, telefononi Edvinin. Kompania Ace Accounting, shërbime cilësore profesionale dhe çmime të arsyeshme. Zyra është në një kryqëzim shumë të volitshëm. Për të gjithë ju që kërkoni kredi për shtëpi ose u ha për biznese apo nevoja vetjake, është koha të kontaktoni agentin e kredive Adnan Aliti. Kur kërkesat tuaja janë komplekse ose kur bankat thonë jo, Adnan Aliti i kompanisë së fuqishme Verico ka një zgjidhje për ju. AG Windows & Doors ju fton të përfitoni nga prodhimet cilësore me çmime të arsyeshme. Ktu çdo gjë prodhohet me përgjegjësi teknike dhe vëmendje ndaj blerësve. AG Windows & Doors, një biznes i suksesshëm familjar për 22 vjetësh në shërbim të familjeve shqiptare. Brungallo tani në një zyrë të re. 15 profesionistë mes tyre 3 avokat ofrojnë shërbime në fusha të ndryshme. Për çështje ligjore zgjidhni Brungallo, një partner i besueshëm që mbron interesat tuaja. 10 vjet në shërbim të komunitetit. Për përgatitje të bilancave financiare dhe taksave të biznesit dhe individuale, negocim me CRA ose bankat, apo këshillime biznesi dhe financiare, zgjidhni profesionistin me përvojë dhe konfidencial. Cani Consulting, shërbime për korporata ose të vetpunësuar. Rreth një orë me makinë në veri perëndim të Torontos ndodhet fshati Alton, pjesë e qytetezës Caledon.
Alton është ngritur gjatë mesit të shekullit të 19 në brigjet e përrojit Shaw, një deg e lumit Credit. Ajo që e bën të njohur jo vetëm në Ontario, por në të gjithë Kanadan, është Alton Mill, pra punishtja historike që sot është ndruar në një qendër arti e rrallë në llojin e vet, por pak e njohur për kanadezët e rinj. Punishtja e Altonit është ndërtuar në vitin 1881 nga një industrialist dhe filantropist, zoti William Elgee. Me humor ai e quajti punishtja e kastorit thurës, por në fakt në këtë vend prodhoheshin të brendshme të leshta që shiteshin në të gjithë vendin. Energjia elektrike sigurohej këtu nga një turbinë që shfrytëzonte energjinë e përftuar nga rënja e lirë e ujit. Për këtë qëllim, mbi përrua ishte ngritur një digë që siguronte lartësinë e nevojshme të rënjes, si dhe vëllimin e garantuar të ujit gjatë gjithë vitit. Gjatë 8 viteve të para, këtu gjithçka funksionoi shumë mirë, deri në vitin 1889, kur pas një stuhije të madhe, e gjithë zona u përmbyt duke përfshirë edhe punishten. Në fakt, megjithëse uji depërtoi deri në Bodrum, punishtja shpëtoi dhe prodhimi vazhdoi rregullisht deri në vitin 1908. Atë vit një zjarr i madh e dëmtoi rënd ndërtesën që dikur numëronte 3 kate e gjysmë. Kjo që shihet sot nuk është pamja e saj e parë. Megjithëse pjesërisht ndërtesa u riparua dhe punishtja vazhdoi të prodhojë veshje deri në vitin 1935, në atë vit ajo u shndrua në një fabrikë prodhimesh plastike. Në ndërtimin e pronarëve të ri, Western Rubber Company, punishtja vazhdoi prodhimin deri në vitin 1982, kur u mbyll përfundimisht. Vitet që pasuan ishin përpjekje të pronarëve të ri, Jack Grant dhe djemt, për t'i dhënë një drejtim të ri punishtes. Megjithëse pronarët të kompanisë së fuqishme të shitblerjes së pronave, Seaton Group, vëllezërit Grant nuk u tunduan për ta shembur ndërtesën, por këmbgulën ta ruajnë dhe çasti i përshtatshëm për t'i kthyer gjallërinë dhe lavdinë e dikurshme u erdhi kur takuan zotin Karl Borgstrom, një struktar vendas. Zoti Borgstrom ju qas pronarëve me një propozim për të përdorur një pjesë të anës lindore të ndërtesës si një punishte druri, ndërkohë që pjesa e mbetur mund të jepej me qira si studio piktorësh. Kjo ide rezultoi frydhënëse, pasi interesi nga artistët ishte i madh. Megjithatë, restaurimi i plotë i ndërtesës filloi në vitin 2006 dhe përfundoi në vitin 2009, falë edhe fondeve të konsiderueshme të dhuruara nga qeveria kanadeze, pasi më parë ndërtesa ishte përfshirë në regjistrin kombëtar të ndërtesave historike. Sot vizitorët mund të shijojnë ekspozitat dhe studiot e piktorëve, por edhe mjedisin përreth ndërtesës me disa skulptura shumë tërheqëse. Hyrja është falas, por këshillohet të lihet diçka në formë dhurimi brenda mundësive të secilit. I ftoj gjithë bashkëdhetarët që duan të shesin ose blejnë shtëpi të përfitojnë nga ekspertiza dhe profesionalizmi ynë, si dhe përgatitjen e shtëpisë falas. Lika Real Estate Team ju përmbush ëndrrën që të bëheni pronar. Dentistja Eneida Malindi e licencuar në Kanada, së bashku me kirurgun dentar Michael Proctor, përveç trajtimeve të përgjithshme, ofrojnë edhe kozmetikë stomatologjike, mbajtëse të padukshme dhëmbësh, mbjellje, stomatologji në gjumë, shkëlqim dhëmbësh, kurora dhe ura me zirkon. Nëse ju nevojitet një avokat me përvojë nga Bay Street në çështje gjyqësore, biznesi, pronash, emigrimi e tjerë, zgjidhni avokatin Gjegjvani. Avokatia është pasioni im prej më së 20 vjetësh. Më lejoni të bëhem partneri juaj në zgjidhjen e çështjeve tuaja ligjore. Të nderuar televizionist, qershori ka patur një ngarkesë të veçantë me shfaqjet e fundvitit shkollor që organizohen nga shkollat publike, por edhe nga mësues dhe instruktor të ndryshëm shqiptar. Ne me kamerën tonë kemi qenë në 2 shfaqje të tilla shqiptare
dhe në javët e ardhshme do t'ju sjellim kronikat posaçme dhe të zgjeruara. Megjithatë, për sot vendosëm t'ju sjellim këngën mbyllëse të festivalit muzikor të fëmijëve të rrugës Marli në Toronto, që organizohet çdo vit nga zonja Ina Xoxa. Zgjodhëm pikërisht të këngë pasi në momentin që fëmijët e veshur kuqezi po e këndonin, në Izrael, Shqipëria po fitonte 3-0 kundër skuadrës vendase në ndeshjen kualifikuese për botrorin në futboll. Shikim të këndshëm dhe mirupafshim të dielën e ardhshme.